Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala sayyidina wa habibina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Po lexoja në duat e pejgamberit ton alayhi salatu wa salam, edhe patjetër që duat e pejgamberit janë një enciklopedi udhëzimi për gjithë secilin prej nesh. Edhe gjeta një lutje, të cilën e transmeton Imam Tabaraniu, por jo vetëm, nga Hazreti Ebu Ejub el-Ansari, i cili na mëson se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam lutej: Allahumma ighfirli, Zoti im më fal mua, khata'i wa amadi kulliha, gabimin tim, pra gjunahun apo gabimin pa dashje edhe atë me dashje. Allahumma an'ishni wajburni. Fjala Allahumma an'ishni, pra Zoti im, më gjallëno mu, më jep gjallëni. Çfarë gjallëniet? El-in'ash, ata që punojnë në kardiologji, si imami i juaj, e dinë se në momentet caktuar njeriu ka nevojë për reanimacion. Reanimacioni e sjell në jetë njeriu. Reanima, pra gjallërim. Për këtë i kërkon pejgamberi alayhi salatu wasalam Allahut azza wa jall. Dhe më thanë, Allahumma më fut në reanimacionin tënd. Kam nevojë me hyn në reanimacionin tënd. Allah, shumë e madhe. Që do të thotë se kur pejgamberi alayhi salatu wasalam i lutet Allahut azza wa jall për rigjallënim. Aleikum selam wa rahmatullahi wa barakatuh. Të gjumën e kalume ki kanë të u falë në Qabe. E një gjumëa para saj të pejgamberi alayhi salatu wasalam. Edhe ne po flasim për duan e pejgamberit alayhi salatu wasalam për gjallënimin e zemrës, me u rigjallënu, me hyn reanimacionin e Allahut azza wa jall. Ju të gjumën e kalume, edhe atë para saj, bashkë me mua me imamin tuaj, kemi kënë të gjithë në reanimacion. A është kështu apo jo? Edhe unë këtë po duam ju pyet, edhe ju. Dhe më thanë, çfarë dallimi ka ndërmjet atmosferës së besimit që ti përjeton në vendin tënd, edhe rutinës së përditshmërisë me cilën ti përballesh në vendin tënd, në raport me atë periudhë që ti kalon në Mekë edhe në Medinë. A nuk i ngjan një reanimacioni? La ilaha illallah. Për pejgamberi alayhi salatu wasalam i lutet Allahut azza wa jall me e ba pjesë të reanimacionit të tij. Allahumma an'ishni, më gjallëno, më fresko, më jep jetë, sepse njeriu në përditshmërinë e tij lodhet. Me kalimin e ditëve, njeriu mart, bisupe, edhe gjana që nuk don me i dhanë rëndësi. Mirë po ato shtohen. 1, 2, 3. Dhe me kalimin e ditëve bëhen rënjes për njeriu. Edhe thot dikush që më ka ardhur më e huns. Që dhe me thanë më ka ardhur më e huns. E jam lodh, dhe me thanë, ky, aj, fjalë, gricje, shamje, lodhje, parazitizëm, përplasje, tensione, e jam lodh, subhanallah. Ku duhet me u çlodh? Ne si besimtar, edhe si musliman, e kemi çlodhjen pikërisht te këto udhëzimet pejgamberit ton alayhi salatu wasalam. Allahumma an'ishni, po kjo është lutje me ba Zotit në vazhdimsi, se ne jo gjithmonë kemi mundësi me thonë, okay, po shkojmë në Mekë dhe Medinë. Ne nuk mundemi shkuën në Mekë dhe Medinë sa herë që kemi dëshirë. Dhe unë e di se ju sot nuk do të ishit këtu me dëshirën tuaj. Po jepej mundësia, a do ishit sot të ndihmu këtu? Jo, më kishit thënë, kishit çuar një mesazh, selam aleikum nga Medina e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Ose në jeni nga shabja më ndushme. Unë e di këtë shumë mirë. Kështë ne ma bën halal, po ne nuk do në më këthy dhe kena mundësi me nëjtë edhe ma tepër. Ty të shkofë marë. E di unë e të shumë mirë. E kisha ba dhe unë. Jo kisha thënë, ma bani halal. Shkoni në gjoni një dërës tjetër sot. Mirë për ne nuk e kemi mundësin që sa herë që dumë, dhe sa herë që njihemi të ngarku me tjera, po sa herë që na vjen mundësia me shku në qabet më ndoshme. Ndoshta mund të jepet mundësia një herë në vjetë, 2 herë në vjetë, një herë në 2 vite, një herë në 5 vite, një herë në 10 vite,
Dhe më thënë, kam ba haqin e Islamit në 2001. Nga 2001, kur ka kenë hera tjetër që kam shku në Qabe, në 2013. E 12 vite pa shku. E nuk i kemi kështu kushtet, dhe më thënë. Nuk i kemi kështu mundësin. Tamam. Për pejgamberi alayhi salatu wasalam, kur në thotë Allahumma an'ishni, wajburni, al-jabr në gjuhën arabe, a din që është? Ke parasysh kur dikush nxjerr dorën, apo e then atë për të Zot. Që i bajnë? I bajnë gjebër. E fusin në alqi. Që është el gjebër? Me e drejtu thymjen. Pra ti e thy dhe i kërkon Allahut Azza wa Jall me të drejtu. Me të rujt nga kjo thymje. Me të majt. Mos me të lënë të thym. Me të mështet. Me të ngushëllu. Fa el gjebër që është ngushëllimi, mbështetja. Fa pejgamberi alayhi salatu wasalam i kërkon Allahut Azza wa Jall në këtë dua, ndër të tjera dhe dy gjëra shumë të rëndësishme. El inash, pra atë gjallënimin, edhe mbështetjen edhe ngushëllimin. Sepse ti me të vërtet, në jetën tënde të përditshme, mund të ndodhë që për një fjalë, për një situatë, për një gjendje, do të thyhesh. Edhe ma i forti thyhet. Fjala të vret. Qëndrimi i gabum të vret. Pabesia të vret. Pabesia e vlezërve të vret. Kur vleznit që ti beson tek ata, edhe ke një kauzë me ata, të lanë në balë, të vret, të lodh, të hedh për tokë. Po ti ke nevojë për gjebër. Ke nevojë për një mbështetje, ke nevojë për një ngushëllim. Po pejgamberi alayhi salatu wasalam thotë Allahumma an'ishni wajburni, do të thënë kërkoj ngushëllimin tan. A nuk ka pas shumë raste që pejgamberi alayhi sallam është mërzitë, është lodhë, është ne ishim në Taif bashkarisht edhe e lexuam atë pjesën e ngjarjes së Taifit. Po pse është pak ajo që pejgamberi në kanë gjujt me gur, e kanë shah, e kanë poshtnu? Pse është pak pejgamberi me udhëtu për 10 ditë 90 kilometër në kam nga Mekka në Taif. E ne shkum si shkum me makina të mira, me kondicionime tjera, edhe dikush sa u lodhëm, e 90 kilometra bre. Sa është 90 kilometër Shkodër ku? Shkodër Tiranë, a shkon dikush në kam, di një prej vëllezërve tonë që gjatë pandemis ka ardhur me biçikletë. Edhe kemi thënë me biçikletë, tu kanë rruga bosh, dhe kemi thënë ky nuk është normal. Edhe kemi qesh me të. Vërtet e ke ba, po ashtu e ka ba. A nuk ka pas prej baballarëve, prej brezit të baballarëve tonë që kanë shku ndoshta në Tiranë me pa ndoshta një neshje të vllaznisë me biçikleta? Kur? Në atë kohë kur nuk ka pas asgjë në këtë vend, në periudhën më të errët të historisë së këtij kombi. Po dikush shkon edhe në biçikletë me pa një neshje futbolli 90 kilometër. Dikush vjen për shef, dikush vjen për hall. Si ai vllau jon. Mirë po pejgamberi alayhi sallam ka shku në kam për me urujt. Edhe ka ndaj 10 ditë tu e prezantu atë thirrjen islame përpara njerëzve atje. Edhe në fund rezultati një person vetëm. Një i krishterë, i cili bëhet musliman me një bashkëbisedim shumë të dashur dhe shumë të amël edhe me pak fjalë, cilin ju kam treguar kur ishim atje dhe kemi përjetuar në mënyrë të mrekullueshme. A nuk është lodh pejgamberi alayhi salatu wasalam? A nuk ka pas nevojë për gjebër, për ngushëllim nga Allahu Azza wa Jall? Dhe ja ka thënë Zoti ngushëllimin. E para duke u kthyer nga Taifi, e lajmëron nëpërmjet Kur'anit familjar se kemi dërguar drejt tejet një grup gjindësh që e ndëgjojnë Kur'anin edhe bëhen musliman. Si për t'i thënë që nëse këta nuk bëhen musliman, e ka të tjerë krijesa që të rrinë në hyjëm ty. Ti veç mos u dëshpëro dhe mos u thy. Fë njerëzit nuk e pranuan, gjinët e pranuan. Nuk e pranuan gjinët, nuk e pranuan njerëzit. Allahu subhanahu wa ta'ala i dha Isra'n edhe Mirajin. Si për t'i thënë që nëse ti në tokë nuk pranohesh, hajde se dyrët e qiellit janë të hapuna për ty. Allah, ky është el gjebër. Të pejgamberi alayhi sallam kur kërkon gjebër, kërkon mbështetje, kërkon ngushëllim, Allahu subhanahu wa ta'ala i jep atë. Mirë, po kjo është vetëm për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, apo është edhe për kretën e
është për krejt ne. Si? Nëpërmjet këtyre duave të pejgamberit ton alayhi salatu wasalam. Allahumma en'ishni wajburni, shumë e rëndësishme. O Zot më gjallëno, pra më maj gjithmonë të freskët edhe të gjallë në këtë thirrje islame, në këtë besim, në këtë fe. E Haxhi Ahmedi është baba e jonë në moshë edhe ka kalu sa situata shumë më shumë se sa ne. A nuk ka në jetën e përditshme që edhe besimtari lodhet edhe mërzitet, edhe dëshpërohet, edhe ulet edhe thot ku është rrugë zgjidhja? Kap nuk ka. Ka. A ka momente që ti thu e më ka në majet hunës bre? Jam bë me plas. E ka. Mirë po, si me evu ekuilibrin edhe herë në vend, nëpërmjet këtyre duave, të cilat pejgamberi alayhi sallam na i mëson për të na udhëzuar drejt më të mirës, me na majt në ekuilibër. Prandaj i lutet Allahut azza wa jall që me e majt gjithmonë të freskë dhe të gjallë në reanimacion hynor. Edhe gjburni, pra më jep ngushëllim. A nuk ishte ngushëllim Israja dhe Miraxhi? A nuk ishte ngushëllim prania Hazreti Ebu Bekrit gjatë hijretit? A nuk ishte ngushëllim për pejgamberin alayhi salatu wasalam që banorët e Mekës e nxjerrin jashtë e Medinelit sa kilometër larg, qindra kilometra larg, e mirëpresin edhe i hapin dyert e zemrave para se me i hap dyert e shtëpive të tyre? Ai është ngushëllimi. Ai është ngushëllimi. Pastaj pejgamberi alayhi salatu wasalam vazhdon të thotë: "Warzuqni wahdini li salihil a'mali wal akhlaq." Edhe me furnizo, më jep rrezik. Se njeriu ka nevojë për rrezik në jetën e tij. Ka nevojë për, domethënë, mbështetje ekonomike. Thirrja islame ka nevojë për të holla, për të ardhuna. Ajo është palsi, është esenca, thelbi i thirrjes islame. Nëse nuk kemi të ardhuna, a mundemi të ndërtu një xhami? Jo, nuk mundemi. Kjo xhamia me çfarë është ndërtuar? Me frymë të shenjtë? Jemi zgjuar nga xhumi dhe kemi pasën në bardhë dhe është ndërtuar një xhami? Haxhi Nuhi kështu është? Apo nuk është kështu? Jo, nuk është kështu. Nuk kemi zgjuar dhe kemi pa të ndërtuar me frymë të shenjtë. Por kemi dhënë, ju keni dhënë, zotnia ka dhënë tokën, familja e zotnisë ka dhënë tokën, zotnia ju i keni punu, ai ka kontribut diçka, ky tjetri diçka tjetër, ai ka sjell këtë, dikush ka sjell lampadarin, dikush edhe është ban xhamia. Allah. Njeriu ka nevojë për mbështetje ekonomike për thirrjen e tij. Njeriu ka nevojë për mbështetje ekonomike edhe në jetën e tij të përditshme. A mundesh ti me i çu fëmijët, me i shkollu në shkollat më të mira të vendit fjala bie, nëse nuk ke të ardhuna? Jo, nuk e bën. Po shkonim një herë me imamin e xhamisë së Parrucës, me Sheikh Naimin, edhe me disa vëllezër të ndërum në Bojaj, atje në Pult. Tamam. Sepse atje kanë ndërtu mi tokën e xhamisë së vjetër, shekullore, xhaminë e re. Domethënë në zemër të Pultit, në zemër të maleve, atje në Dugaxhin, ka një xhami tashmë, e minare. Kam shkuar, kam pa atë, është një rrugë shumë e vështirë, po e kemi shijuar maksimalisht edhe kam publikuar diçka për atë. Taj duke shkuar atje rrugës, po flisnin për arsimimin e fëmijëve. Edhe po më thoshte hoxha, Allahu e shpërbleft që është edhe mësues në medrese, po më thoshte që u përmend një person për të mirë. Edhe tha, ideali është mjek sot, domethënë ka studiu mjekësi edhe është bën mjek edhe është bën njeri me itibar, edhe jeton jashtë vendit. Këtu nga Shkodra, nga rrethinat e Shkodrës. Mirë po thoshte kështu, e kishim nxënës në medrese dhe baba i tij erdhi të tërhiqte dhe nuk e lente më në shkollë. I thash, po pse do më marr djalin, se e ke djalin nxënës të mirë. Tha se nuk kam kush me më bë hysmet bagëtive, dhënve, pra djalin e hek nga shkolla sepse nuk ka ekonomi, sepse ka varfëni. Edhe varfënia është mjerim. Varfënia të shtëpisë, siç thotë pejgamberi alayhi sallam, në kufër, në fe mohim. Tamam? Thotë, unë i thash atij zotnis, o i dashur, unë domethënë ta bëjmë një ndërman, po djalin mos e hiq se e ke nxënës mirë. Jo du me e marr për me kullot baktit, jo kështu, jo ashtu, dikur ja mushëm mendën, edhe e rregullum djalin në konviktin e medreses, Allahu i shpërbleft ato vëllezër që kontribuojnë për këtë mirësi të madhe, edhe ai djali shpëtoi. Shkoi pastaj me studime jashtë vendit, shkoi në Turqi, u bë mjek, sot është njëri me emër të madh. Ha, subhanallah. Ekonomia. Një prind, a ka prind në botë që nuk dënë që fëmija i tij me kenë, ku diun, avokati ma i mirë, mjeku ma i mirë, inxhinieri ma i mirë, hoxha ma i mirë, kimisi ma i mirë, farmacisti ma i mirë, ma i madhi, ma i mirë, e për kretë një duhem që fëmijët tonë me kenë ma të mirë se sa ne.
e më të mirë se sa baballarët tanë. Mirë, po në kushtet e caktuara, thu nuk ka mundësi. Ka që ka mundësinë. Fa pejgamberi alayhi salatu wasallam na thot, edhe na mëson që e lutin o Allahut, warzuqni, do të thënë o Zot, më fuqizo nga ana ekonomike. Walillahi khazain as-samawati wal ard. Allahu ka depot e qiellit dhe tokës. E a mundet Allah azza wa jall me të udhëzu ty që ti më rrit në rrugë të halalit drejt pasunive dhe të më të mëdhejve të botës, e bën atë. Lodhesh, sakrifikon edhe mbarsinë Allahut ti më rrin. Ama jo me kënë parazit. Me u lodh, me sakrifiku dhe me u lut Allahut për rizq. Pastaj thot, wahdini li salihil a'mali wal akhlaq. Edhe me udhëzo drejt veprave të mira dhe mirësjelljes. Sjelljes së mirë, se ka dhe sjellje të keqe. Ti je në një ballafaqim me dikën, edhe i zemrum i thu një fjalë që shumë kush për rreth teje thotë vallahi të lumt goja se e kishte hak. Mirë, po ti mund të kishe thënë një fjalë tjetër, edhe më të mirë se ai haku. Edhe kishe shpëtuar edhe veten tënde, edhe atë nga një fjalë që nuk i shkon muslimanit. Edhe pse ajo fjala është sikur se të thonë e kishte hak. Subhanallah. A është kështu apo jo i dashur Haxhinu? Ë? Ka raste që dikush e meriton pasha Allahun jo 1, po 10. I libër meriton. A është kështu apo jo? E meriton. Mirë, po prit pak. Ti je musliman, ti je besimtar. Pejgamberi thot wahdini li salihil akhlaq. Me udhëzo drejt mirësjelljes, më të mirës së sjelljes. Jo sjellje çdo qoftë, po më e mira e sjelljes. Po ka raste që njeriu mundet me reagu edhe hesht. Është fisnik, është i madh. Ka raste që muslimani ka mundësi me thënë fjalën që është hak. Mirë, po zgjedh me thënë fjalën që është më e mira, ose zgjedh heshtjen, edhe shpëton. Pastaj e mbyll pejgamberi alayhi salatu wasalam këtë lutje të madhe, dhe me këtë përfundojmë edhe dersin e kësaj dite. Thotë la yahdi li salihiha wa la yasrifu sayyi'aha illa ant, sepse askush përveç tejet nuk udhëzon drejt më të mirës së veprave edhe sjelljes, as nuk e largon të keqen e tyre përveç tejet. E keqja e veprës. Pra ti mundesh me bën një vepër që është e mirë, po mundesh me bën edhe të kundërtën e saj. I lutesh Allahut që me të udhëzu nga e para dhe me të largu të keqen e të dytës. Ky është thelbi. Ti mundesh në një ballafaqim apo në një situatë me thënë një fjalë që është e mirë dhe për këtë i lutesh Allahut, por mundesh me thënë edhe një fjalë që është hak për t'u thënë, por që është e keqe. Dhe nuk duhet në fakt me dalë nga besimtari dhe nga muslimani. Dhe i lutesh Allahut që me ta largu të keqen e saj. Fa i lutemi Allahut azza wa jall që më na bë për atyre që e dëgjojnë fjalën dhe veprojnë më të mirën e saj, edhe njëkohësisht i uroj imamit të xhamisë tuaj, edhe Haxhi Enverit, kështu kemi thënë tash do të thrasim prej sot e mrapa, edhe shokëve të tjerë që kemi kënë bashkërisht në umre, Allahu ja pranoft umrën e tyre, edhe inshallah na mundson me e përsërit edhe për te këtij rastit, por edhe gjithë ata që janë të pranishëm edhe thon amin bashkë me ne, walhamdulillahi rabbil alamin.